Pas shumë brendeve ndërkombëtare që erdhën në krye qytetin tonë, tani u shtua edhe një. Bëhet fjalë për US Polo, e cila javën që lan pas hapi dyqanin edhe në Prishtinë. Se çfarë modele të rrobave do mund të gjeni aty e kuptojmë bashkë në materialin e radhës. Markat e mëdha dita ditës po shtohen në kryeqytetin tonë. Brendi botëror US Polo tashmë ka hapur dyqanin e ri në Prishtinë, kështu duke u bërë plus edhe një në zinxhirin e gjatë kësaj perandorie veshjesh. Të njëjtën mbrëmë ishin mbledhur shumë klientë që kishin kërkuar këtë brand në Prishtinë, biznesmenë e klase të ndryshme qytetarësh nga Kosova e Turqia për të festuar në koktejlin e hapur përndër të hapjes së dyqanit edhe në kryeqytet. Interieri të bën të dallosh që me të vërtetë është i licencuar si dyqan nga selia e US Polo. I gjithë vendi është në frymën e dyqaneve të markës nëpër botë, i dizajnuar me finesë dhe i punuar deri në detajet e fundit të bën të ndihesh mirë që në hyrje. Jashtë dyqanit ishte shtruar tavolina me ushqime nga më të ndryshmet për të gjithë të ftuarit. E për ta po kujdeseshin 2 bukuroshe me shërbim të venës dhe shampanjes. Brenda, kaca ishte hapur për blerje të koleksionit të ekspozuar të US Polo. Duke marrë parasysh që neve na mungojnë shumë brendet njohura botërore, një ndër ta që ka qenë deri tani edhe US Poloja, morëm iniciativën që me pas këtë brand edhe në vendin tonë, duke e pa që njerëzit e kërkojnë shumë, njerëzit e pëlqejnë shumë, e veshin shumë në Kosovë, për këtë arsye mendum që ndoshta është koha që me ofru një brand si US Polo këtu tek ne. Një investim i madh në një dyqan në Kosovë për të pasur një brand me vlerë 1 miliard euro, por është i njëjti edhe me dyqanet e kësaj marke nëpër botë. Dyqanit US Polo në Kosovë nuk i mungon asgjë prej dyqaneve tjera që janë nëpër vendet e tjera të botës, duke marrë parasysh edhe regionin. Faktikisht gjithçka është e planifikuar prej US Polos dhe kompanisë tyne, ku secili dyqan i cili ka ekskluzivisht brendin e tyre dhe shet, gjithçka është e aranxuar edhe në dyqanin e tyre komplet prej tyre. Deri tani për të pasur në trupa tonë veshjet e fundit të kësaj marke, është dashur të marrim rrugë të largët për të bërë shopping. Pranverë 2015 është koleksioni i cili po e shihni këtu, pastaj vijnë koleksionet e tjera, thjesht dimër, me kështu me radhë. Gjithçka është në nivel me ta, gjithçka shkon sipas tyre. Edhe klientët e pranishëm u ndanë më së të kënaqur. Po më vjen shumë mirë që po hapen sa firma shumë të njohura edhe thema. Po, e di çfarë brendi është, gjithçka okay. Tani është koha që edhe ju ta vizitoni. Keni çfarë të shihni e çfarë të bleni. Ja vlen.